të rritesh në një familje të madhe, ndoshta ana ekonomike nuk shikohet. Shikohet vetëm ana vllazërore, shoqërore, ajo ndjenja që e ndin, atë përkrajen që e merr nga të tjerët, sepse unë jam fëmija i nëntë dhe kam qenë fëmija më i vogël. I nënti? I nënti fëmijë. Wow! Dhe kësaj ka qenë për mu diçka shumë e rëndësishme, sepse më ndodhte se të gjithë të tjerët po më shikojnë mu. Po mas humbe si thash të nanës, ngela pak ma i vetëm dhe në ato momente shumë më rëgjin pranë gruaja e dajës, të cilën e falenderoj shumë edhe pse sot ajo nuk është e gjallë. Në çfarë moshe mbetet pa nënën? Mosha nuk ishte e vogël. Mirë po momentin që si familje që ishëm, gjithë ishin të martuar, gjithë ishin të rritur, vetëm unë isha pa e përfunduar shkollimin dhe pa qenë i martuar dhe unë nuk e dija këtë histori që ka biseduar nana ime me gruan e dajës, se Veseli po mbetet vetën, nuk është martu, s'e ka kryer shkollën, dhe ajo kishte thënë një fjalë që mos e ki gajle për ta, s'mundja inshallah të kalon, po unë do të përkujdesem për ta. Dhe prej atij momenti unë për 6-7 vite nuk kam jetuar në familjen time, kam jetuar në familjen e dajës. Me thënë, ka pas rastit të tilla atëherë, që tash... Po tash që tur dikujt gruaja e dajës... Nuk e besoj. Nuk e besoj, po kjo ishte realiteti, për cilën unë, pa më dhe njerë, e falenderoj shumë dhe ajo është gjithçka për mua. Si e kujton atë kalimin, kur shkove nga shtëpia jote që jetosh me gruan e dajës? Unë nuk e dija këtë bisedë. Nuk e ke ditë që nana ja kalon një farë mënyrë amanet, ha? Po kur shkove ti... Ata ishin 7 fëmijë. 7 fëmijë. Unë u bëna i 8, dhe një farë mënyrë u balansua. 8 metën atje, 8 ishim këtu. Dhe kjo ishte ajo që mu me bënte mos me ndija të bëshllokon shumë familjarë, sepse shumica e djemve aty pastaj, kur fillon mori 6 vite, u mendoj që son fëmijë tyne. Dhe shumë herë më pyetën si është vllau, por djalin e dajës është mirë është daja. Mirë është vllau dhe nuk e zgjesha më shumë. Këtu kemi një fotografi, cili je ti këtu? Unë jam ai fëmijë i madhi. Ma i madhi. Me kënd je aty? Unë jam me djalin e vllaut. Vllau jem, kem pas një diferencë moshë, ai ka qenë i pari, unë kam qenë fëmija i vogël. Po atëherë, për qenë se nana dhe tjeret, e kanë martu shumë të ri vllam. Vllau ka qenë 16 vjeçar, nusja ka qenë 14 vjeçare, dhe unë jam rrit bashkë me nipin tem që... Moshanik. Moshanik. Në mund kemi pas një diferencë 5 vjeçare. Ku është bërë kjo foto nga ambienti shihet që është në fshat? Nga ambienti shihet që është bërë në fshatin e lindjes teme, nuk është bërë në borën e shtëpisë time, është bërë në borën e një përgjim, se aty kishte ardhur një fotograf edhe kjo është shkrep dikun vitin 77. Me 77-ën. E përmende që keni jetuar në kushte të vështira. Ma përshkruaj si ishte në kushte? Kush punonte? Si mund siguronte mbijetesën babaj dhe nëna për 9 fëmijë? Në atë kohë punonte vetëm baba. Vetëm baba. Ndërsa nëna punonte punë të shtëpisë, ma ishim bakti, ishim tokën që punojshëm, dhe për gjëra nuk kemi vujtun, po me gjithat vështërsitë, sakrificat ka kanë, po shifin ato aponga që i kam maton, për mu kam pas ma vlerë ato se sot që të kam çdo gjë tjetër. A mundesh me krahasu vendin e lindjes atëherë